Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin e orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Prefekti i Qarkut të Vlorës Evisa Lushi ka vlerësuar me certifikat mirënjohje për kontributin e vyer në situatat emergjente dhe në shërbim të qytetarëve si arfiksin Luan Kapaj dhe specialistin e zonave të mbrojtura Nexhip Hysolakoj, në një ceremoni të zhvilluar në prefekturë. Prefekti i Qarkut Evisa Lushi ka vlerësuar me certifikat mirënjohje për kontributin e vyer në situatat emergjente dhe në shërbim të qytetarëve zjarfiksin Luan Kapaj dhe specialistin e zonave të mbrojtura Nexhip Hysolakoj në një ceremoni të zhvilluar në prefekturën e Qarkut. Në fjalën e saj, Allushi i përshkruan dy personalitetet si njerëz të punës të përkushtuar që asnjëherë nuk kërkojnë reklam, por janë aty në vijën e parë të luftës për të përballuar situatat. Për zjarfiksin Hero Luan Kapaj dhe specialistin e mjedisit Nexhip Hysolakoj janë dhënë dhe certifikatat e mirënjohjes me motivacionin për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar në kryerjen e detyrave. Në fjalën e tyre, Hysolakoj dhe Kapaj e shohin vlerësimin si një nderim për punën. Këtë vlerësim ata ja dedikojnë të gjithë kolegëve me të cilët punojnë dhe familjes, pa mbështetjen e së cilës nuk do të kishin arritur asgjë. Si fillim do më falni për cilësinë e zërit, sepse ne zjarfiksit përdori ujë dhe në këtë temperaturë të larta sa i mirë është ujë për fiku zjarrit, aq edhe i devshëm është për trupin tonë kur ne nxjerrim nga kjo temperaturë e lartë. Faleminderit zonja prefekte, faleminderit pranishëm. Marrja e këtij vlerësimi është një rast i veçantë për mua si person, sepse unë dhe kolegët e mi që bëjmë pjesë të shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, kemi si mision shpëtimin e jetës së njeriu, të pronës, të gjallë, si dhe të mjedisit nga rreziku i zjarrit dhe rreziqet e tjera të cilat shkaktohen nga dora e njeriut apo nga natyra. Ky profesion që ne bëjmë do na bëjë gjatë gjithë jetës sonë. Faleminderit zonja prefekte, do t'i shërbej vendin tim deri në momentin e fundit të jetës time. Në fakt, me çfarë shoh që ato shëran gjithë miqtë e mi dhe këtë punë ose këtë voluntarizëm që unë bëj për jetën e njerëzve të turistëve nuk e bëj dot pa pasur prezencën e policisë apo të zjarfikës apo stacionit të policisë Orikun dhe mbi gjithë ato kolegëve të mi dhe gjithë mirëkuptimin e familjes time. Ju falenderoj për këtë vlerësim, mendoj që nuk është fundi i këtij rrugtimi tim, pikërisht për jetën e këtyre vizitorëve të turistëve në zonat e Vlorës. Faleminderit. Përgjatë ceremonisë kanë përshëndetur dhe përfaqësues të institucioneve, si dhe kolegë të tyre. Së të dy herojve të heshtur që ne i nderojmë sot me këtë certifikat mirënjohje, ashtu sikurse dhe përmendur pak më parë, bashkëpunimi interinstitucional është një nga elementet më të rëndësishëm të punës për të dy, si për Nexhipin, ashtu edhe për Luanin, por edhe për ne si institucion prefekture. Ky bashkëpunim ka qenë në vimësi dhe patjetër do të jetë edhe më tej, edhe me policinë e shtetit. Kemi kënaqësinë të kemi prezencë sot dhe drejtorin e policisë, unë madje e ftoj. Mirënjohjet dhe Nexhipit dhe Luanit, po si Nexhipi dhe Luanit kërkojnë të jenë sa më shumë. Ishin vitën e kaluar, por gjenerasin që ta falenderoj personalisht edhe gjithë repartin, por dhe në këtë periudhë në luftë me zjarret, zjarfiksi Luan Kapaj dhe specialisti zonave të mbrojtura Nexhip Hysolakoj janë në vijën e parë të frontit, duke sakrifikuar për të kryer me përkushtim detyrën. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo kanë inspektuar në Imar masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo kanë inspektuar masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Ministri i Punëve të Brendshme Lamallari tha se turizmi në Imar ka njohur rritje të vazhdueshme nga viti në vit, duke theksuar se bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe Pushtetit Vendor është thelbësor për t'u përgjigjur shqetësimeve dhe nevojave të qytetarëve dhe turistëve. Ai bëri të ditur se kontrollet përgjatë vijës bregdetare janë intensifikuar dhe se vetëm në 4 muajt e fundit janë sankcionuar 166 raste ku janë bllokuar mjete lundruese si jet ski, gomone dhe skafe, pasi kanë kryer manovra të rrezikshme brenda parametrit të sigurisë.
Kryetar, vjen mirë që jemi në Himar për të parë se si ka ndryshuar nga viti në vit turizmi në Himar. Sigurisht vetë peisazhi Himarës në gjithë gjiret edhe vendet të cilat janë shumë të frekuentuara nga turistët, jo vetëm nga brenda Shqipërisë, por nga gjithë Europa dhe më gjërë. Është e rëndësishme që krahas shërbimeve që marrin nga pushteti vendor, nga bashkia, është nevoja që ne të kemi një bashkëpunim shumë të mirë mes policisë së shtetit dhe pushtetit vendor, si në kuptim të sigurisë që ofrohet qytetarëve, turistëve, vizitorëve, po ashtu edhe në kuptim të shërbimit që ofron policia në menaxhimin e trafikut për të përgjigjur qytetarëve në ankesat, shqetësimet që ata kanë. Kemi patur në fakt vetëm në 4 muajt e fundit 67 raste ku policia ka ndërhyrë pikërisht për të ndihmuar turistë, vizitorë tuaj që vizitojnë edhe Himarën, edhe malin e Çikës, përgjithsisht jugun, Gjipen dhe janë shpëtuar mbi 200 turistë. Kështu kjo falë punës që bën policia krahas shërbimit që ofron për rritjen e sigurisë. Nga ana tjetër, ju siç e dini, ka hyrë në fuqi udhëzimi i rishikuar për nivelin e lejuar të zhurmave, përgjithsisht nga turistët, të cilët preferojnë që të kenë një zonë turistik të qetë, të mbar, është përqafuar dhe kjo është përqafuar edhe nga bizneset. Nga ana tjetër, do të thoja që policia e shtetit ka vijuar dhe me kontrollet që janë bërë në vijën bregdetare, si policia kufitare, po ashtu dhe njësia policore detare, ku vetëm në 4 muajt e fundit janë sankcionuar 166 raste në gjithë linjën bregdetare shqiptare, ku janë bllokuar mjetet si jet ski, gomone dhe skafe, para arsye se kanë kryer veprime të rrezikshme brenda perimetrit të sigurisë, apo edhe duke mos pasur dokumentacionin e duhur, duke vepruar jashtë zonave të miratura, si dhe patjetër janë marrë dhe masat, përveç se bllokim mjeti, edhe masat administrative me gjoba prandaj drejtuesve. Kryebashkiaku i Himarës Vangjel Tavo vlerësoi bashkëpunimin me policinë e shtetit, duke theksuar se popullsia e Himarës shumë fishohet gjatë sezonit veror. Unë ju falenderoj që jeni në Himar sot. Kjo tregon vëmendjen e shtuar që policia ka ndaj sezonit turistik në gjithë Shqipërinë, por veçanërisht në Himar. Numri i banorëve të Himarës gjatë sezonit veror shumë fishohet dhe pa një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe të mirë me policinë, me rendin, do të ishte pamundur që të flisnim për një sezon të suksesshëm dhe të sigurt turistik. Dua t'ju them dhe të shpreh kënaqësinë që ky bashkëpunim ka qenë i përsosur me policinë e rendit. Fal këtij bashkëpunimi ne kemi arritur që të kemi deri në këtë moment që po flasim një sezon shumë të sigurt turistik, ashtu sikur edhe ju përmendët në bashkëpunim me policinë, forcat tona zjarfikse kanë qenë pjesë e shpëtimit të turistëve që kanë humbur rrugën në malin e Çikës apo edhe në kanionin e Gjipes, por nga ana tjetër ndihmë e madhe e policisë ka qenë në qarkullimi rrugor ku gjatë sezonit veror fluksi i shtuar i makinave vizitorëve krijon problem në Himar me këtë infrastrukturë rrugore që kemi deri më sot. Nga ana tjetër një ndihmë e madhe është tek parkimi, por jo vetëm aq, në çdo aspekt dhe në çdo problematik që ne hasim, që është sfidë për ne bashkëpunojmë me policinë dhe faleminderit sinqerisht për mbështetjen që kemi gjetur. Për sa i përket nivelit të zhurmave, por edhe qarkullimit të mjeteve të rënda dhe ndërtimit në bashkinë e Himarës, pasi dihet që turisti që vjen në Himar patjetër vjen për të pushuar, por vjen dhe për të argëtuar. Pra, në bashkëpunim me policinë kemi gjetur një ekuilibër dhe them që ka filluar mbar dhe po ecim mirë në drejtimin e menaxhimit të zhurmave. Shpresoj që ta mbyllim edhe këtë sezon me siguri maksimale për gjithë udhëtuesit. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Rita deklaroi se janë marrë masa të shtuara për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për sigurinë rrugore dhe detare, ndërsa njoftoi edhe një risi në shërbimet e policisë kufitare detare. Jemi në Himar, një ndër destinacionet turistike më të veçanta të Shqipërisë, edhe këtu policia e shtetit ka marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë, por edhe për sigurinë detare, për sigurinë rrugore, si element kryesor të sigurisë që janë këtu. Për sa i përket sigurisë rrugore, dua të bëj me dije një risi që ne tashmë e kemi filluar gjatë këtij viti, ku kontrolli kufitar detar do bëhet në det. Pra, nuk ka më nevojë që jatet apo anijet lundruese që do jenë
det të vinë tek pika e kalimit kufitar, por ne do të shkojmë aty tek ata dhe do të bëhet kontrolli direkt në sistemin Teams, ku do hidhem të dhënat e të gjithë pushuesve që vinë dhe frekuentojnë Bregdetin tonë. Është për herë parë këtë vit dhe kjo është patjetër një zhvillim shumë i rëndësishëm për të rritur cilësinë e shërbimeve policore, për të ofruar më shumë rend, siguri dhe siguri detare. Në kulmin e sezonit turistik, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka intensifikuar bashkëpunimin me bizneset lokale në Gjirokastër për të garantuar respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Sipas AKU, synohet që subjektet që merren me prodhimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore të ofrojnë produkte të sigurta dhe cilësore për konsumatorët. Në kulmin e sezonit turistik, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka intensifikuar bashkëpunimin me bizneset lokale në Gjirokastër për të garantuar respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Qëllimi është që subjektet që merren me prodhimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore të ofrojnë produkte të sigurta dhe cilësore për konsumatorët në një periudhë kur fluksi i vizitorëve është më i lartë. Përfaqësues të këtij autoriteti kanë zhvilluar takime informuese me administratorë dhe punonjës të marketeve, supermarketeve, pasticerive, pikave të tregtimit të bulmetit dhe restoranteve. Gjatë të këtyre takimeve është vënë theksi te zbatimi korrekt i kërkesave ligjore për etiketimin e produkteve, ruajtjen në temperaturat e përshtatshme, respektimin e kushteve higjieno-sanitare, si dhe garantimin e gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore. Sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, bashkëpunimi me biznesin mbetet një element kyç për rritjen e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Institucioni ka apeluar që operatorët e biznesit ushqimor të zbatojnë me përpikmëri detyrimet ligjore, ndërsa kontrollet në teren do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror për të siguruar respektimin e standardeve. 10 trupa të ushtrisë së bashku me zjarfikësit dhe forcat bashkiake po punojnë në teren për të frenuar përhapjen e flakëve në Panahor të Mallakastrës. Në dispozicion të operacionit janë vendosur edhe mjete të specializuara zjarfikësa. Në vijën e parë të betejës me flakët janë vendosur forcat e armatosura, të cilat vijojnë ndërhyrjen për izolimin e zjarrit në Panahor të Mallakastrës. 10 trupa të ushtrisë së bashku me zjarfikësit dhe forcat bashkiake po punojnë në terren për të frenuar përhapjen e flakëve. Në dispozicion të operacionit janë vendosur edhe mjete të specializuara zjarfikëse. Puna nga toka po mbështetet edhe nga ajri, ku helikopterët po ndërhyjnë në vatrat më problematike në një operacion të koordinuar për të vënë në kontroll situatën. Terreni i thyer, temperaturat e larta dhe vështirësia për të aksesuar disa prej vatrave e bëjnë ndërhyrjen veçanërisht të vështirë. Objektivi i forcave në terren është izolimi i vatrave aktive dhe ndalimi i avancimit të zjarrit drejt fshatit Vlosh dhe Ngraçan. Shkeli perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e pushuesve. Policia kufitare bllokon mjetin lundrues jet ski dhe ndëshkon drejtuesin me masë administrative 300.000 lekë të rinj. Shkeli perimetrin e sigurisë duke rrezikuar jetën e pushuesve. Policia kufitare bllokon mjetin lundrues jet ski dhe ndëshkon drejtuesin me masë administrative 300.000 lekë të rinj. Shërbimet e policisë kufitare dhe njësia policore detare kanë intensifikuar kontrollet dhe patrullimet përgjatë gjithë vijës bregdetare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Gjatë patrullimit në vendin e quajtur plazhi i Hidrovorit në zonën e Zvërnecit, shërbimet e policisë kufitare konstatuan një mjet lundrues jet ski, i cili kishte hyrë brenda perimetrit të sigurisë në zonën ku po lajshin pushuesit, duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre. Në përfundim të veprimeve administrative, mjeti lundrues u bllokua, ndërsa ndaj poseduesit të tij, shtetasit AV, u vendos masë administrative me vlerën 300.000 lekë të rinj në zbatim të legjislacionit në fuqi. Policia e shtetit apelon ndaj të gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to, të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke mos hyrë në zonat e përcaktuara për pushuesit. Çdo shkelje që cënon sigurinë e pushuesve do të ndëshkohet sipas ligjit. Policia rrugore e Vlorës dhe Sarandës ka shtuar kontrollet në akset kryesore me dron, radar dhe automjete inteligjente për të rritur sigurinë rrugore gjatë gjithë sezonit veror. Gjatë periudhës 1 deri në 6 gusht janë arrestuar ose proceduar penalisht 24 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme, kryesisht për drejtim në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi.
Policia rrugore e Vlorës dhe Sarandës vijojnë monitorimin intensiv të akseve rrugore në të gjithë qarkun me përdorimin e dronëve, radarëve dhe automjeteve inteligjente me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut me fluks të shtuar automjetesh. Në fokus të kontrolleve janë drejtuesit e mjeteve që drejtojnë në efektin e alkoolit pa leje drejtimi, te kalojnë shpejtësinë e lejuar apo kryejnë manovra të rrezikshme, shkelje që shpesh bën shkak për ngjarje rrugore me pasoja. Si rezultat i kontrolleve gjatë periudhës 1 deri në 6 gusht 2026 janë arrestuar dhe procedur penalisht 24 drejtues mjetesh. Konkretisht, 14 janë arrestuar për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Një është arrestuar për drejtim të mjetit pa leje drejtimi dhe për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë. 4 janë procedur në gjendje të lirë për drejtim të mjetit pa leje drejtimi. 5 janë procedur në gjendje të lirë për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë dëmtime të lehta. Gjatë kësaj periudhe në qarkun e Vlorës janë vendosur gjithsej 3344 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Konkretisht, 1084 masa administrative për tejkalim të kufive të shpejtësisë, 605 masa administrative për mospërdorimin e kaskës mbrojtëse, 10 masa administrative për parakalime të gabuara, 41 masa administrative për mospërdorimin e ripit të sigurimit, 59 masa administrative për xhama të zi, 10 masa administrative për mosdhënie përparësie këmbësorëve, 33 masa administrative për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 8 masa administrative për pozicionim të gabuar të mjetit, 57 masa administrative për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 1437 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet e policisë rrugore do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale në Vlorë dhe në Sarandë, duke përdorur të gjitha mjetet logjistike bashkëkohore me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribojnë në krimin e një mjedisi më të sigurt për të gjithë përdoruesit e rrugës. Maturantët të cilët duan të ndjekin studimet në mjekësinë e përgjithshme, një nga programet më të preferuara të arsimit të lartë, do të duhet të ndjekin një tjetër hap për konkurimin e tyre. Maturantët të cilët duan të ndjekin studimet në mjekësinë e përgjithshme, një nga programet më të preferuara të arsimit të lartë, do të duhet të ndjekin një tjetër hap për konkurimin e tyre. Nga data 6 deri më 10 gusht do të jenë të hapura aplikimet për provimin e pranimit, që duhet të aplikohet me detyrim për të gjithë maturantët të cilët e kanë preferencë të tyre këtë program studimi. Regjistrimi për provimin do të kryhet online përmes portalit e-Albania. Kandidatët duhet të zgjedhin shërbimin aplikim për provimin e pranimit në universitet, të plotësojnë formularin elektronik dhe të ngarkojnë mandatin përkatës të pagesës përpara se të dërgojnë aplikimin. Pas përfundimit të procedurës, secili aplikant do të pajiset me një kod unik. Përmes këtij kodi do të kenë mundësinë të ndjekin statusin e aplikimit, ndërsa njoftimet do t'i marrin në adresën e emailit dhe në e-Albania. Pra, vetëm përzgjedhja e mjekësisë së përgjithshme mes preferencave në e-Albania nuk mjafton për të vijuar konkurimin. Kandidatët që nuk regjistrohen për provimin e pranimit humbasin të drejtën për të konkuruar për programin mjekësie e përgjithshme, edhe nëse e kanë renditur atë mes preferencave të tyre. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.